Për shëndetje të gjithëve dhe mire se vini në kanalin tonë. E keni menduar ndonjëherë se cilat janë sekretet e ngjegjet të gjatet të shëndetshme. Sot do të zbulojmë disa zakone të përditshme, të cilat, megjithëse duken të pafajshme, mund të ndikojnë negativisht në gjatësinë tonë, sidomos të moshuarit. Do të zbulojmë së bashku disa gabime të zakonshme që shumë njerëz bëjnë pa e kuptuar dhe me i rëndësishëm gjë, si të shmangim ato. E gjeni gati të bëni disa ndryshim të vogla për ngjegjetime të gjatë dhe me të lumtur. Qëndroni me në deri në fund, sepse informacioni që do të ndajmë sot mund të gjundrishojë gjeten. Le të fillojmë me gabimin e parë dhe ndoshta me të përhapurin. Qëndrimi ulur për ngjë kohi të gjatë. Shumë prej nesh, sidomos kur hiqme në moshe, pritemi të kalojmë ore të tëra ulur duke parë televizor, duke leksuar ose thjesht duke pushuar. Por a e dini se ky zakon është kuashtur duhani iri. Studimet tregojnë se qëndrimi ulur për me shumë se 8 ore në ditë rrit ngjeshëm rrezikun e sëmundjeve kronike si diabeti, sëmundjet e zemrës dhe magje edhe disa lloje kanceri. Muskusht tani do besohen, kalkulimi I gjakut nga dalësohet dhe metabolizmi jene bie. Zgjedhja, është me thjeshtë sesa mendoni. Provoni të ngriheni të televizni për 5 minuta çdo ore. Bëni ngjeshje që të shkurtër në për shtëpi, bëni disa ushtrime të lehta shtrërgjegje. Ose thjesht qëndroni në këmbë ndërsa flisni në telefon. Edhe këto lëvizje të vogla e aktivizojnë trupin dhe bëjnë në ndryshim të madh. Një që të gabim I zakonshëm është dehidratimi, pra mos pirgja e mjaftueshme e ujit. Me kalimin e moshës, ngjësia e që zvogëlohet, kështu që shumë të moshuar nuk e kuptojnë se trupi I tyre ka nevojë për ujë. Dehidratimi kronik edhe në nivelet e uleta mund të shkaktojë lodhje, marramendje, probleme me veshkat, kapslek të magje edhe konfuzion mendor. Uji është thelbësor për çdo funksion të trupit tonë, nga treqa deri te rregullimi I temperaturës. Se uji duhet të pini. Rregulli I përgjithshëm është rreth orë gota në ditë, por kjo mund të ndryshojë në varësi të aktivitetit tuaj dhe klimës. Një këshillë praktike. Mbani gjithmonë një shishe me ujë pranë vetes dhe pini rregullisht gjatë ditës, edhe nëse nuk ngjeni ujë. Mund t'i shtoni edhe feta limoni ose kastraveci për shigje. Mos e nënvlerësoni fuqinë I ujit. Le të flasim për ushqimin. Shumë të moshuar, për arsye të ndryshme si gjetesa vetëm ose vështirësitë në përtypje, prirën të konsumojnë ushqime të përpunuara, të gatshme të me pak vlera ushqyese. Pika të ngrira, supa të konservuara, ushqime të skukura. Këto mend të gjene të lehta për të përgatitur, por gjane plot me krype, sheker dhe jëndirna të pashëndetshme. Kjo dietje jo e ekuilibruar çone shtim peshi, presion të lartë të gjakut dhe mungese të vitaminave dhe mineraleve thelbësore. Sekreti është të kthehemi të ushqimet e fresketa dhe të plota. Mundohuni të përfshini me shumë fruta dhe perime me ngjyra të ndryshme në dietën tuaj. Zgjidhni drithera integral si tërshera dhe buka e zeze, dhe burime proteinash të shëndetshme si peshku, fasulat dhe të rrezat. Gatimi nuk duhet të gjeti I komplikuar, një sallate I thjeshtë, një supe perimesh I berri, në shtëpi apo një fileto pule e pjekurmënd të gjene të shitshme dhe të për të shëndetshme. Tani, një teme shumë e rëndësishme, izolimi social. Me dalgjen në pension, largimin e fëmijëve nga shtëpia apo humbjen e mikve, shumë të moshuar ndihen të vetmuar. Ky izolim nuk ndikon vetëm në shëndetin mendor, duke shkaktuar depresion të angth, por edhe në shëndetin fizik. Studimet kanë treguar se vetmia kronike është po aq e dëmshme sa pirgja e 15 sigareve në ditë dhe mund të rrisë rrezikun e vdekjes së parakohshme me gati 3%. Njerëzit gjane keni shokë errore. Ne kemi nevojë për ndërveprim të lidhje me të qeret. Zgjidhja është të qëndroni aktive socialisht.
Bashkohuni në një klub libri, një grup shëtitjesh ose një kurs që ju intereson. Bëhuni vullnetari në komunitetin tuaj. Telefono gjuni mikvede familjareve regullisht, ose me mire akoma, takohuni me ta per një kafe. Teknologjia gjithashtu mund të ndihmojë. Mesoni të përdorni videotelefonatat për të këndruar në kontakt me të dashurit tua që jetojnë larg. Bani mend, ligjet njerëzore gjane ushkim për shpirtin. Le të kalojme tek gjumi. Shume njerëz besojnë gabimisht si të moshuarit kanë nevojë për me pak gjume. Kjo nuk është i vërtetë. E tipse modelet e gjumit mund të ndryshojnë. Të rriturit i të gjitha moshave kanë nevojë për set numër ore gjume si le sort stu najti. Mungesa kronike e gjumit do beson sistemin imunitar, dëmton kushtesen dhe për këndrimin dhe rrit rrezikun për aksidente. Shume të moshuar vuajnë nga paggjumesia ose gjumi ndërprerje. Çfarë mund të bëni? Krigjoni një rutinë relaksuese para gjumit. Shmangni ekranet i telefonit apo televizorit të pakten një ore para se të flini. Sigurohuni që dhoma gjuag e gjumit të gjeti e erët. E kete themi e gjej temperature komode. Shmangni kafen dhe alkulin në mbrëmje. Nëse vazhdoni të keni probleme me gjumin, është e rëndësishme të flisni me mjekun tuaj. Një gjume i mire është themeli. I një ditë të mire dhe një jetë të gjate. Një qëtër zakon i kek është negligjimi i shëndetit mendor. Shpesh, ne fokusohemi vetëm të shëndeti fizik dhe harrojmë se mendja dhe trupigjane të lidhura ngushte. Stresi kronik, ankthi dhe depresioni i patrajtuar mund të kene pasogja të rënda fizike, duke përfshiri rritjen e presionit të gjakut dhe dobesimin i sistemit imunitar. Shume të moshuar hezitojnë të kërkojnë ndihme për problemet e shëndetit mendor për shkak të stigmes ose i dësesi kështu është plekeria. Kjo është një mënyrë të menduari e gabuar të e dëmshme. Shte krejtësisht normale të kërkosh ndihme. Flisni me një mik të besuar, një anëtar të familjes ose një profesionist. Praktikoni teknika relaksimi si meditimi, frymëmarrja e tele apo gjoga. Gjeni një hobi që ju shëlgëzim dhe ju ndihmon të largoni mendjen nga shkëtesimet. Kujdesi për shëndetin tuaj mendor është po ak i rëndësishmësa kujdesi për zemrën tuaj. Le ta flasim për diellin. Ndërsa ekspozimi i tepërt ndaj diellit pa mbrojtje është i dëmshëm dhe rrit rrezikun e kancerit të lëkurës. Shmangja totale e diellit është gjithashtu një gabim. Dielli është burimi ynë kryesor i vitaminës D, e cila është thelbësore për shëndetin e kokave, funksionin imunitar dhe humori. Mungesa e vitaminës D është shumë e zakonshme të moshuarit dhe lidhet me osteoporozen. Dobesin e muskulore dhe rrezikun e shtuar për rrezime. Zgjidhja është të gjeni një ekuiliber të shëndetshëm. Mundohuni të kaloni 15 minuta në diell çdo ditë. Preferohet në oret e mëngjesit ose pasdites së vonë kur rrezet gjane me pak të forta. Ekspozoni krahet dhe këmbët pa krem mbrojtës për këtë periudhë të shkurtër. Per ekspozime me të gjata, sigurisht, përdorni gjithmonë krem mbrojtës, kapele dhe sajzi. Pak diell çdo ditë mund të bëjë mrekulli për shëndetin tuaj. Së fundi, le të trashtojmë një gabim shumë serioz. Menaksimi gjo i duhur i ilaçeve. Shumë të moshuar marrin disa ilaçe të ndryshme për kushte të ndryshme shëndetësore. Kjo mund të sojë në konfuzion. Marrja e një ilaçi të gabuar, në dozën e gabuar, ose në kohën e gabuar mund të jetë shumë e rrezikshme. Po ashtu, ndërveprimi midis ilaçeve të ndryshme mund të shkaktojë efekte anisur të padjeshiruara. Çfarë duhet të bëni? Organizohuni. Përdorni një kuti organizuese për pilulat javore. Mbani një listë të përditësuar të gjitha ilaçeve që merrni, duke përfshirë dozat dhe arsyen pse i merrni. Këtë listë merrni me veten çdo vizitë mjekësore. Gjithashtu, rishikojeni listën e ilaçeve rregullisht me mjekun ose farmacistin tuaj për të siguruar që gjithçka,
Është ende e nevojshme të e sigurt. Mos hezitoni kur të bëni pjesëgjënisi gjeni të pakarte për diçka. Shëndeti juaj është shumë I rëndësishëm për të lënë pa dore. Pra, le të bëjmë një përmbledhje të shpejtë. Kemi folur për rreziqet e këndrimit ulur për një kohë të gjatë, rëndësinë e hidratimit, nevojën për një dietë të ekuilibruar, dëmin e izolimit social, domosdoshmërinë e gjumit kilesor, kujdesinë për shëndetin mendor, gjetjen e ekuilibrit me ekspozimin në diellë me nakshimin e kujdesshëm të ilaçeve. Këto mund të duken si shumë gjëra, por mos u dekuragjoni. Qëllësi është të filloni me ndryshime të vogla dhe të qëndrueshme. Zgjidhni një ose dinga këto pikade për qëndrohuni tek ato këtë gjave. Per shembull, vendosni një alarm për të ngritur çdo ore ose zë vendi.